Mos harxhoni më para. Në vetëm 48 orë ulni nivelin e sheqerit në trup vetëm me këto dy përbërës. Kur dikush vuan nga diabeti, organizmi i tij ose nuk prodhon mjaftueshëm insulin ose nuk mund ta përdorë atë si duhet. Ky problem shkakton akumulim të tepërt të glukozës në gjak. Kjo gjë pasohet me një sër simptoma siç janë trobitjet fizike dhe sëmundjet e zemrës. Sipas të dhënave, një nga mënyrat për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak është ushqyerja e shëndetshme. Ushqimet dhe pijet të cilat trupi i përthith ngadalë janë më të mira sepse nuk shkaktojnë luhatje të forta të sheqerit në gjak. Në këtë video do të mësoni disa nga ushqimet më të rekomanduara për uljen e niveleve të sheqerit në gjak, sipas American Diabetes Association. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Në dietën tuaj mund të përfshini gjithashtu drithrat e plota ose bukën e elbit. Ndoshta, shumica e bukës duhet të shmanget. Buka prej elbi, ajo prej drithit të plot të bluar në gur, ka nivele më të ulta të glicemisë. Ato janë të pasura me fibra të cilat ngadalësojnë në tretjen dhe stabilizojnë nivelin e sheqerit në gjak. Boronicat, rrushi dhe mollët. Shumica e frutave ka nivele të ulta glicemike sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe fiber, por niveli i glicemisë mund të ndryshojë në varësi të përpjekjes së dietës suaj edhe të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave për shembull kanë nivele të larta glicemie sepse shtrydhja largon fibrën dhe në lëng mbetet vetëm sheqeri. Studimet kanë konfirmuar se njerëzit që konsumojnë më shumë boronicë, rrush dhe mollë kanë më pak mundësi të preken nga diabeti tipi 2. Patatet e ëmbla. Patatet e zakonshme kanë nivele të larta glicemike, ndërsa patatet e ëmbla kanë në një nivel të ulët dhe për më tepër janë të pasura me shumë ushqyes të rëndësishëm për organizmin. Kosi. Kosi është i vetmi produkt i bulmetit që ulë riskun e shfaqjes së diabetit. Kosi bërë në shtëpi ka një nivel të ulët glicemie dhe mbi të gjitha është shumë i shëndetshëm. Tërshëra. Sipas të dhënave, tërshëra ka nivele të ulta glicemike dhe pak gjasa të shkaktojë luhatje të niveleve të sheqerit në gjak. Tërshëra përmban B-glukan, një substancë që përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ndihmon në mbajtjen nën kontroll të glicemisë dhe ulin yndyrna në gjak. Megjithatë, diabetikët duhet të mos e teprojnë me tërshërën sepse ajo përmban edhe karbohidrate. Shumica e arrorëve në dietën tuaj mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese, për sa kohë nuk e teproni me sasinë. Arrorët janë shumë të pasur edhe me fiber dhe kanë nivele të mira të ulta të glicemisë prej 9.55. Ato gjithashtu janë të pasur me proteinë me bazë bimore, acide yndyrore, mono të pangopura, antioksidant, vitamina minerale si magnezi dhe kaliumi. Arrorët duhet të konsumohen pa e tepruar dhe në varietetin e pa përpunuar të tyre, në mënyrë që ndikimi në organizëm të jetë më i plot dhe të mos shkaktojë luhatje të forta të sheqerit. Hudhra. Hudhra ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit dhe përmirëson gjithashtu ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe sekretimin e saj. Hudhra rekomandohet shumë të hahet e freskët përpara se ta konsumoni, e shtypni ose e prisni dhe e lini të qëndrojë ashtu për 10 deri në 15 minuta dhe më pas mund ta shtoni lehtë në dietën tuaj. Edhe peshqit janë një ushqim shumë i mirë për personat që vuajnë nga diabeti. Peshqit nuk e ulin nivelin e glicemisë, por janë të shëndetshëm për diabetikët. Merluci i rritur në ujëra të ftohta është veçanërisht i rekomanduar për diabetikët dhe për personat që janë të rrezikuar prej tij. Ndaj pasurimi i dietës suaj me këto produkte mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese. Perimet jeshile. Perimet jeshile, sipas American Diabetes Association, janë ushqyesit më pak kalori dhe gjithashtu janë dukshëm në të ulta në karbohidrate të tretshme, të cilat ndihmojnë trupin të mbajë nivelin e sheqerit në gjak. Zarzavate të tilla si spinaqi, lakra, brokoli duhet të përfshihen në vaktet e njerëzve të cilët të vuajnë nga diabeti. Proteinat. Disa ushqime kanë shumë proteinë, por jo çdo ushqim është i pasur me proteina dhe i përshtatshëm për diabetikët. Disa ushqime të shëndetshme me proteinë janë proteinat me bazë bimore, arrat, fashulet, farat, tofu, peshku, pula pa lëkurë, vezët dhe burimet e bulmetit pa yndyr. Karbohidratet gjithashtu mund të jenë një ndihmë shumë e mirë për rastin tuaj edhe në betejën kundër këtyre komplikacioneve.
Trupi ka nevojë për karbohidrate që të funksionojnë në mënyrë efikase duke pasur kujdes me sasinë e marrjes së karbohidrateve. Disa ushqime të shëndetshme me nisështe për diabetikët janë drithrat, gjithashtu edhe patatet e ëmbla. Edhe bulmeti mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në rastin tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Gjithmonë duhet të varet nga produktet me pak yndyrë ose pa yndyrë për të ruajtur nivelet më të mira të sheqerit në gjak. Zgjedhjet më të mira të bulmetit janë në kosi pa yndyrë ose me pak yndyrë, 1% ose qumësht i skremuar, gjeza me pak yndyrë. Farat dhe arrat gjithashtu janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për organizmin edhe në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ato janë të pasura edhe me element dietik. Persona diabetik këshillohet të marrin fara dhe arra të ndryshme si chia, kungulli, liri dhe arrat për të mbajtur një mënyrë jetese më të shëndetshme dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet të organizmit. Vaji. Është e rëndësishme të përzgjidhni vajin e dur në përgatitjen e ushqimeve. Dikur duhet të zgjidhni vajin e ullirit ekstra të pastër për të mbajtur një mënyrë jetese më të shëndetshme. Ato përmbajnë acide oleike dhe përmirësojnë menaxhimin e glicemisë dhe ndihmojnë uljen e niveleve të triglicerideve. Vaji ekstra i pastër gjithashtu mbron trupin nga problemet e zemrës. Në dietën tuaj mund të shtoni edhe pije të ndryshme. Një person me diabet mund të kufizojë pijet për të ruajtur nivelin e kalorive, sheqerit, kripës dhe yndyrës. Zgjedhja më e mirë për pijet me diabet janë uji, çaj jeshil, sasitë e vogla të ushqyesve jo të procesuar. Është e rëndësishme që nëse vuani nga diabeti, të konsultoheni me mjekun tuaj për të përzgjedhur dietën e duhur për menaxhimin më të mirë të luhatjeve të sheqerit në gjak. Vaji i ullirit. Vaji i ullirit është një nga produktet më të mira ushqyese që mund t'i shtoni fare lehtë në dietën tuaj. Vaji i ullirit është një nga burimet më të mira për të luftuar diabetin. Në mesdhe, vaji i ullirit është një element kryesor që kontribon në jetëgjatësi dhe një mënyrë jetese më të shëndetshme kundër këtyre komplikacioneve. Tërshëra është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm ushqyes. Tërshëra ndihmon për të ngadalësuar shëndrimin e karbohidrateve në sheqerna. Ajo është e ngarkuar me fibra. Kanella. Nga një gjë shumë e mirë është se kanella është një zëvendësues shumë i mirë i sheqerit në ëmbëlsira. Studimet sugjerojnë se ajo mund të ulë gjithashtu edhe problemet e luhatjeve të sheqerit në trupin tuaj. Shparguj. Shpargujt mund të zvogëlojnë riskun e shumës sëmundjeve përfshirë diabetin e tipit 2. Është sugjeruar se mund të rrisë edhe prodhimin e insulinës. Çokolata e zezë. Por aq kohë sa është ekstra e pastër dhe sa më errët dhe pa përmbajtje sheqeri, jo vetëm që është e pasur me antioksidant, por promovon një zvogëlim të rezistencës së insulinës. Spinaqi. Spinaqi është shumë i shëndetshëm, por për diabetikët është më i dobishëm. Zarzavatet me gjethe jeshile janë një nga ushqimet më të rekomanduara për diabetikët dhe spinaqi është shumë më i mirë se sallatat. Farat e linit. Tre nga komponentët më të mirë për të luftuar diabetin janë të paketuarat e farat e linit, yndyrnat e shëndetshme, fibra dhe proteina. Kosi i thjesht. Kosi pa yndyrë është një super ushqim. Është sugjeruar se kosi zvogëlon në riskun e sheqerit në trupin tuaj. Avokado. Avokado ka aftësinë të ulën nivelet e sheqerit dhe gjithashtu të luftojë sëmundjet e zemrës. Kale. Kale është një ushqim seriozisht nga perimet më të shëndetshme në botë. Zvogëlon në riskun e diabetit të tipit 2 dhe nivelet e sheqerit të ata me diabetin e tipit 1. Brokoli. Nëse ka një perime të bërë për diabet, ndoshta është brokoli. Ajo përmban përbërës të veçantë që zvogëlojnë gjithashtu edhe problemet e luhatjeve të sheqerit në trup. Fasulet. Për një diabetik, fibra është pjesë e rëndësishme e dietës suaj dhe fasulet janë një nga ushqimet më të mira. Fasulet me bazë javore mund të ndihmojnë në uljen e niveleve të glukozës në trupin tuaj, vetëm mos e egzagjeroni me sasinë. Manaferrat. Çdo lloj kokre e kuqe është e mirë për diabetikët. Për diabetin e tipit 2 manaferrat mund të rrisin prodhimin e insulinës dhe diabetin e tipit 1 mund të nivelojnë nivelet e sheqerit në trup. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.